sepse në lojën e barazhit Federata e Futbollit të Kosovës ka marrë protokollin UEFA. Unë kam dalë në Nxemje në orën 3:15 dhe jam futur në dhomat e zhvesës në 3:45. Është hera parë që ndodh. Ka pas një vëmendje shumë të madhe nga ana e federatës, ku vetë nën kryetari i federatës, zoti Ajeti, ka qenë prezent në stadium. Ka qenë bashkë me ne që kontrollonte gjithë situatën, edhe drejtuesët të tjerë të federatës. E dyta është tifozëria e Vushtrisë tregoi një qytetari të papar. Ajo që më ka pëlqyer më shumë qytetaria e tifozëve të Prishtinës. Edhe gjë tjetër është që grup tifozëria Forca është një shembull që duhen të ndjekin të gjithë grupet tifoze të Kosovës. Është e papar ajo që na kanë bërë, na kanë rezervuar për gjithë në 120 minutave, edhe mbas humbjes së penalltisë. I falenderoj të gjithëve një nga një. Ka ngelur i emocionuar, me të vërtet ka ngelur i emocionuar. Nuk kam parë ndonjëherë që qanin tifozat dhe duar trokisin. Isha hera parë që kisha parë. Tifozët kur kemi shkuar aty poshtë grupit tifozët, qanin dhe duar trokisin. Është diçka fantastike, bravo i qoftë atyre dhe komplimenti. Për ta mbyllur këtë anën politike. Për sa i përket lojës, ne faktikisht duhet të themi të vërtetën që Llapi ka pasur një supremaci territoriale më të madhe se tonën. Ka lozur futboll për sytë e publikut më të mirë se sa ne, pavarësisht se ne kishim përgatitur lojën në sulme direkte. Pa shumë filozofira, futboll shumë i thjeshtë, futboll shumë i shpejt në vertikal që ta kapnin Llapin të pa përgatitur. Deri diku ja arritëm, pavarësisht se rezultati në fund fare i dha fitoren me penallti Llapit, po nga ana jon ka qenë një mobilizim total. I përgëzoj lojtarët e mi që kanë dhënë më shumë se sa 100%. Naturalisht merit ka dhe trajneri Dallku dhe